se po të bëjmë lëshim, tha, vim vetë në vendin tënd. Do më thonë asnjë mëshirë për armikun, ishte kur ti ke mëshirë për armikun, je 200. Fillon e ngrin trupi, se Parkinsoni ka atë, që sa më shumë kalon koha, fillon ngrin trupi tia ngrinte, nuk tremte dot më as mizat kur I shkonin. Nuk ke më kontroll. Nuk lëviz dot duart, nuk lëviz dot to, dhe një gjendje të tillë ta mbash derisa të vdesin në burg, mos ja çosh të paktën te familja. Mendon çfarë respekti kanë, sepse ishte ideja që asnjë mëshirë për armik. Aty ishte një ndërmarrje që donte të priste një pyll ku qenë ca pemë të vjetra, po pemë historike që mbaheshin. Protesta që bëre ajo, hypin pemë 2 vjet. Pikërisht kjo është ndërtimi I një komuniteti ku ndjehesh përgjegjës dhe të gjithë ndjehen përgjegjës për shoqërinë dhe unë jam këtu. Është e rëndë kjo të themu këtë. S'kam arrit të ruaj dot asnjë pemë. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'len, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Hey, miq të Kinotek në Sol, Jakupo, takohemi edhe këtë të mërkurë të kësaj jave këtu në valët e Radio Sol në 89.0 FM. Në YouTube për gjithë ju që po na ndiqni nga YouTube-i dhe sigurisht për ju që do të na ndiqni edhe nga platformat tona të tjera, nga Spotify dhe nga rrjetet tona sociale. Jam këtu së bashku me kolegen time të dashur me Violën. Viola, përshëndetje. Përshëndetje miq, përshëndetje Gon, uroj që të keni kaluar një ditë sa më të bukur, një javë deri tani sa më të bukur edhe të qetë, se ndonjëherë jemi në kërkim të qetësisë të gjithëve për te ritmit të shpejt të jetës. Ne këtu në Kinotek ju e dini që sjellim për herë personazhe që kanë për të rrëfyer dhe janë biseda që të mbajnë bërthyer. Ne patjetër, mua dhe Gonin, po besoj edhe gjithë ju që zgjidhni të na ndiqni. Kësaj here ne kemi këtu të ftuar në studion tonë një personazh I cili është shkrimtar, është publicist, është intelektual, është kontributor dhe të paktën për mua personalisht, po besoj edhe për shumë ju që po na ndiqni, referencë e, po themi, mendimit kritik në 35 vitet e Shqipërisë pluraliste. Dhe pa e zgjatur më shumë, kam kënaqësinë që të prezantoj zotin Fatos Lubonja. Zoti Lubonja, shumë kënaqësi që je këtu mes nesh. Faleminderit që më keni ftuar. Përshëndetje, ne ju mikpresim kështu me duar trokitje për t'i dhënë atmosferën e duhur këtij orari të transmetimit. Si ka kaluar dita juaj deri më tani? Me punë. Punoj akoma në një farë mënyre në fushat të ndryshme. Kthehem në të kaluarën, sepse shkruaj, vazhdoj të shkruaj edhe kujtime burgu, edhe gjëra të tjera, por edhe bëj aktualitetin si gazetar. Isha në një emision para se të vit tek juve, tek News 24, ku fola për vrasjen e fundit që ka ndodhur në Shqipëri edhe për kandidatët e bashkisë që po ndodhin, gara e bashkisë sa njërin tjetrën. Është një lloj skizofrenie, të jetosh edhe të kaluarën dhe të tashmen me mendje, po është pjesë e njeriu. Skizofrenia në kuptimin në 2 botëve, ndarjes së mendjes në 2 botë. Megjithatë, ju edhe po bëni edhe një libër të fundit, mos gaboj. Jeni duke shkruar. Kam disa libra që I kam të hapur, të pambaruar, po me njërin po punoj për t'i dhënë fund. Po si ja dilni zoti Lubonja, se ne zakonisht, po flas për referohem brezit tim, në këtë rast e kemi shumë të vështirë të gjejmë fokusin për një gjë të vetme, e jo më të fokusohemi e të bëjmë disa gjëra në të njëjtën kohë. Dhe zakonisht pjesa më e madhe e gjërave tona, po I referohem gjithmonë gjeneratës sime, mbeten ashtu të lëna pezu. Nuk e di se sa mund t'jap një këshill apo metodë për të gjithë, sepse cili ka dhe karakteristikat e veta, jetën e vet. Për ju të rinj ndoshta është më ndryshe më e vështirë të ktheheni tek e kaluara, sepse ju I shikoni të ardhmen ose të tashmen dhe të ardhmen. Ndërsa me moshën ndoshta do më kuptoni më mirë se sa e rëndësishme është e kaluara, në kuptimin që njeriu është e kaluara jam unë jam e kaluara ime. Dhe çdo thotë e kaluara ime, jo thjesht ajo që ka ndodhur, po ajo e kaluar që kam në mendje, që përpunoj, që rikujtoj me nostalgji edhe me idhërim edhe me gëzim sipas rasteve. Dhe të gjitha këto bëjnë pjesë tek përjetimet e mia që si shkrimtar I hedh edhe në letër. Dhe kjo është
një pjesë, por nga ana tjetër mendoj që nuk mund të jetosh me të kaluarën dhe mos jetosh të tashmen edhe dhimbjen dhe vuajtjen e së tashmes për edhe lidhur me të kaluarën, me mësimet që kanë nxjerr nga e kaluara, pse të duan për të tashmen, për të ndryshuar botën, për ta bërë të tillë që të mos ketë ndoshta situata si ato që kemi kaluar ne, veçanërisht njerëz si puna ime, persekutime, vuajtje, mungesë lirie etj. Kështu që angazhimi i përditshëm është dhe kjo pjesë e një bote shpirtërore, pastaj që bëhet edhe botë intelektuale mendore. E vërtet. Mirë. Në fakt, arsyeja pse ti je sot në studio me ne është që ne të diskutojmë në lidhje me një dokumentar i shfaqur së fundmi këtu në Shqipërinë, Tiranë, në Tirana International Film Festival në TIFF. Dhe dokumentari titullohet Më i fortë se ciklopët. Dokumentar i ngjatur, më bëj një përshkrim mjaft shkurtër për ata që na dëgjojnë dhe që nuk e kanë parë ose nuk kanë qenë në dieni të këtij dokumentari. Është një dokumentar i ngarkuar i gjatë me reflektim filozofik dhe historik. Është realizimi i vitit 2024 nga regjizori italian Stefano Grossi me kinematografi të Angelo Santovitos dhe montazh nga Luca Mandrile si prodhimi i kompanisë italiane Fargo Entertainment. Dokumentari është me një kozjatje 84 minuta, ndërthur fragmente pikërisht nga ditari i zotit Fatos Lubonja që e kemi këtu, kujtime personale dhe udhëtime në vendet simbolike të kujtesës së tij gjatë jetës, etapave të ndryshme të jetës, nga fëmijëria, rinia, Spaçi, burgu i Spaçit, kampi i punës në Spaç, vendet e tjera të diktaturës dhe simbolikisht tek Bregdeti shqiptar si piktakimi mes Shqipërisë dhe perëndimit të përfytyruar kolektivisht këtu në Shqipëri. Për të ndërtuar një rrëfim që shkon përtej biografisë në fakt të zotit Lubonja drejt traumës kolektive shqiptare dhe mungesës së imunitetit moral dhe shoqëror në demokracinë e sotme, sepse na vjen nga e shkuara në të tashmen. Është një bashkëpunim nga pikpamja kinematografike italo-shqiptar, i cili pra thash u shfaq për të parë në këtë vit, në vitin 2025, gjatë muajit shtator në prani pikërisht të regjizorit Stefano Grossi dhe Fatos Lubonjës. Është një dokumentar që Egoni në fakt edhe përpara se ne të fillonim me këtë intervistë, ju thaj që e ka parë 2 herë, po ashtu ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve ne. Duke përcjell me interes gjitha zhvillimet që na kthejnë në një kohë të cilën ne nuk e kemi jetuar. Po si ka qenë rinia juaj në ato vite? Po flas përpara viteve të burgimit, të izolimit, atyre viteve të ferit. Ju thoni që jetonit në një kontradikt. Është gjatë historia, thonë se fëminia zgjat shumë, qenia njerëzore e ka ndryshe fëminin nga gjithë qeniet e tjera që bëhen adult me njëherë mas 2 vjetësh, kafshët e kanë fjalën. Na duhen 18 vjet për të kaluar fëminin, dhe sigurisht ajo ka pasur shumë larmit e veta, periudat e veta, të kuptohet. Por unë kryesisht përqendrohem tek periudha kur në një farë mënyre nga film e përmend atë diktatura del si, domethënë diktatura e asaj, po që si jo nuk është poja, është si diçe, si fa, kështu bëhet. Do kur pra nga diktatura e asaj bëj siç bëjnë, do thoshim në Shqipëri, bëj siç bëjnë tjerët, imito të tjerët, Pra kur të kanë ndërtuar disa modele në kohën tonë, njeriu i ri, njeriu që duhet të kishte karakteristika të caktuara morale, shoqërore, politike, ideologjike apo jo. Tek një lloj vetdije që thua se jam dhe unë si individ në këtë botë dhe kam ca mendimet mia, ca ndjenjat mia dhe një lloj ndjete në kontradikt. Për shembull, ka shumë element, domethënë aty në dokumentar nuk është se mund të këtë kontradikt e jetonit vetëm ju personalisht apo ju dhe pak të tjerë apo ishte një kontradikt që e kishin të gjithë të rinjt? Këtë dua të kuptoj. Shiko, për shembull, po t'jap një shembull.
ose po ju jap një shembull. Nena mësoj atëre që duhet të jesh të sakrifikosh veten për atë dheun. Po. Duhet të duash tjerët më shumë se veten tënde. Duhet duash partinë, duhet duash pra një qenie që është e mirë moralisht kur sakrifikohet për tjerët. Po. Apo jo, ha? Po. Mirë po, duke u rritur, njeriu shikon dhe thotë, pra që mund të quhet altruizmi, e përdor fjalën. Në rastin ti shikon që je dhe egoist. Okej. Të pëlqen një vajzë, e pëlqen dhe një shoku jot. Mi po ti je xheloz se do ti për vetë, po marr në atë moshën e rinis. Apo jo, Po sigurisht. Dhe ama si pas parimeve të partisë ajo. jo, po cila është kontradikta tani? Se ndajmë dot atë. Jo, cila është kontradikta? Janë shumë mësime nga këto, Po. që ti thua, ore mos jam i keq unë që jam egoist ndaj egonit. Mos jam njeri i keq. Po. Si është puna? Dhe fillon sepse njeriu duhet të jetë kështu, ose klasa punëtore është shumë e madhe, shumë më superiore nga gjithë ne të tjerët, sepse ajo ishte ideologjia. Pra, kjo është ai formimi që bëhet. Kontradikta lind kur ti nuk gjykon thjesht nga çfarë të thonë, Po. por kur ti fillon bazohesh dhe tek vetja, tek emocionet që ke, tek përvoja që ke, që shikon, apo jo, ai është mendimi kritik, nëse mund të themi, Po. Dhe nga një anë pra thua, ore mos jam njeri i keq. E keni pyetur ju ndonjëherë veten? Dhe pastaj, sigurisht se po si sqarohesh ti. Njeriu mund ngelet kështu, por njeriu dhe kërkon. Dhe unë nuk e harroj në moshën time, të rinis time fare, duke lexuar një shkrimtar që kisha mundësi të lexoja diçka dhe jashtë asaj propagandës. E pyesin cila është cilësia më e mirë e njeriut? Po. E pyesin atë shkrimtarin. Francez ishte, po s'jam mbaj mend emrin, dhe ai thoshte egoizmi i temperuar nga edukata e mirë. Okej. Thashun nuk që ka i keq egoizmi vetëm, të duash veten. Apo jo. Po u dashka dhe edukata e mirë. Po egoizmi është ajo që na shtyn përpara. Ndërkohë që ty s'ta kanë mësuar këtë, sepse njeriu është produkt e flet gjua që dëgjon. Po. Ajo ne na duket sikur flasim gjuhën tonë, na flet gjua që na kanë mësuar dhe na kanë futur në kokë. Dhe ti thua, prit. Dhe pastaj mund gjesh në shkrimet tjera, në shkrimet e tjera që lexon më mbrapa, dhe pastaj fillon dhe kupton më mirë dhe vetveten dhe zgjidh dhe ca kontradikta, që thot një fjalë Ekleziasti thot si mund t'i duash të tjerët nëse nuk do veten. Së pari, po. Po nëse do vetëm veten, pse ti je fare? Ja pra që mëson gjëra njeriu edhe fillon edhe këto janë kontradiktat që tenton ti zgjidhi, tenton të dhe del nga ai formimi që i kanë imponuar, del dhe krijon atë që quhet autenticitetin e vet. Po. Që është çështje, si më thonë, e një jete të tërë, ti je autentik, si thot Heideggeri. Ndërsa një pjesë e madhe njerëzish jetojnë duke imituar, unë bëj si ai dhe asnjëherë nuk thellohen tek vetvetja, ore prit një herë. Po unë sigurisht ndjej ndryshe këtë punë. Dhe kjo të dëgjosh zërin e brendshëm, të dëgjosh trupin tënd, këto lidhen dhe me seksualitetin. Të dëgjosh edhe se çfarë të pëlqen ty, çfarë i pëlqen atij tjetrit e çfarë, apo jo, janë gjëra që kanë të bëjnë me një edukimi, që ti me njohjen e vetvetes në fund fare. Mirë po, ndodh që këtë përpjekje për autenticitet, siç po thua dhe ti, bën vaki e paguar shumë shtrenjtë. Bën vaki e paguar. Nuk po them që ndodh në gjitha rastet detyrimisht, por ka dhe raste, si rasti yt, por për të ardhur dhe në kohën tonë, edhe si rastet e plot të rinjve në moshën tonë, të cilët patjetër kjo përpjekje i ka penalizuar në mënyra të ndryshme. Tani
Autenticiteti është një gjë që me fjalë të tjera mund të ta gjejmë të shprehur në thënien e orakullit Delfit, njih vetveten. Po. Në Delfi ishte ajo i quhe orakulli dhe ti do shkoja atje dhe do pyesje. Dhe aty sipër ishte shkruar njih vetveten. Domethënë që kur të vish të bësh pyetje, tento të kesh njohur vetveten, që të kuptosh më mirë. Dhe tek e fundit autenticiteti ka të bëj mbi të gjitha, do thoja unë, sipas përvojës time, nga dy pyetje që duhet ngrërë çdo njeri në jetë. Si ka marrën këtë botë, pse ka marrën këtë botë? Bëjo. Që lidhet edhe me një gjë që është shumë e rëndësishme, Heideggeri, filozofi, quhen ankthi i vdekjes, të ndjerit e ankthit të vdekjes. Pra ti e di, është vetmja qenie që e di që do vdesi. Dhe domethënë që ti ke një fund dhe ty të është dhënë një kohë. Pse më është dhënë kjo kohë dhe si kuptim do t'i jap kësaj kohe, pra t'i japësh një kuptim kësaj kohe, që t'i japësh një kuptim dhe vdekjes tënde në fund fare. Edhe ka një filozofi që thotë mos mendo fare, vetëm gëzoji të tashmes, jeto të tashmen. Mirë po asnjëherë të mbush kjo, sepse ne jemi qenie që kërkojmë kuptimin, qenie metafizike, mund ta quajmë, që do të kërkojnë ore pse jemi këtu, pse kemi ardhur këtë botë, çfarë ka për te kësaj bote, çfarë ka, çfarë s'ka. Çfarë kuptimi ka kjo, çfarë kuptimi ka ajo. Kjo, edhe kjo të çon drejt mendimit. Po. Mendimit dhe të kërkimit. Dhe duke kërkuar sigurisht do gjesh vetveten pastaj më mirë, më qartë. Dhe kjo është ti je autentik, ti the që të kushton, po padyshim të kushton. Të gjithëve i kushton, sepse ti je autentik, do thotë që të mos futesh në tufë. Por të thuash jam individ. Dhe kjo ideologjia që na bashkon e tufës, që dhe ajo ka në vetë, në mund të kuptohemi, ajo është si të futesh në një kafaz, edhe dikush ta mbyll Chelsea, si që e koha jonë. Ti duhet mendoje kështu, duhet martohesh e kështu, duhet të punoje kështu, duhet gjithë bota kështu, edhe futesh atje. Ti nuk je, është kulmi i asaj që quhet e kundërt alienacioni, tjetërsimi i njeriut. Je i tjetërsuar, qartë, nuk je vetë jote. Kështu që mirë po i tjetërsuar mund të jetosh rahat, se kështu do ai që ka pushtetin. Ti është një vegël, instrument. Mirë po, si thot Kanti, njeriu s'duhet ta shohësh vetëm si vegël, po edhe si qëllim. Po edhe si qëllim. Dhe në këtë kuptim, të kërkosh qëllimin, shpeshherë bien ndesh me ata që duan të përdorin vetëm si mjet. Në fakt, përpara nuk do bëj pyetje, thjesht do bëj një kështu konstatim. Dëshira ime për këtë bisedë ishte që jo vetëm të flistim, po themi dhe të sillim më pranë publikut dhe dëgjuesve tan në një formë më të përpunuar dhe më të thjeshtuar, po themi, kujtimet dhe reflektimet e Zotit Luboja, por edhe, si të thuash, të bëjmë një krahasim midis perceptimeve dhe përvojave të ngjashme të dy kohëve. Pra tjetërsimi në kohën e Zotit Luboja dhe tjetërsimi në kohën tonë për ne. Pra, në këtë kuptim. Besoj që e kaluara është gjithmonë hapi i parë drejt së tashmes apo drejt së ardhmes. Dhe në këtë sens, sa kemi mësuar ne nga e kaluara jonë. Dhe kjo është një temë shumë e fortë biles tek dokumentari. Njohja e kaluarës, që do të thotë njohja e traumës, që do të thotë përpunimi i traumës, që trashëgohet dhe jo ashtu siç mendohet, disa e mendojnë që ata që s'kan lindur nuk e jetojnë traumën. Jo, ata që s'kan ata që s'kan lindur në atë kohë, gabova. Pra ne për shembull që s'kemi lindur në atë kohë, nuk e jeton traumën se ju jeni rregull. Ma ne jemi rritur nga prindër që është problemi se si trashëgohet trauma nëpërmjet edhe prindërve. Për këtë ka studime, atë kuptohemi. Dhe përgjithsisht pastaj këtu bëhet fjalë edhe për një ndërgjegje kolektive që mund ta quajmë.
Mendimi im në përgjithësi për brezin që se ka jetuar atë kohë është që nuk e ka përpunuar e gjithë shoqëria dhe nuk është se janë ata përgjegjës. Përgjegjës jemi ne që kemi jetuar atë kohë mbi të gjitha, që s'kemi ditur të elaborojmë traumën dhe pastaj këtë elaborim t'ja përçojmë edhe brezit të ri. Dhe jo, në këtë kuptim, unë jam nga ata që nuk e mendoj të kaluarën si diçka që s'ka lidhje me tashmen, në kuptimin që kjo është një gjë tjetër, ajo është një gjë tjetër. Bile kaca që thonë, ore, ishte mirë atëherë, se kishte siguri, s'kishte vrasje, s'kishte kështu, dhe tani kemi gjitho krime, gjitho gjëra. Mirë po, ideja ime është që po thellohesh do të kuptojmë që kjo që jemi sot është pikërisht rezultat i asaj që ishim dje. Se pikërisht mos përballimi i traumës së djeshme na ka bërë në shumë aspekte që ne ta përsërisim në formë tjetër, po ta përsërisim historinë që kemi kaluar. Qoftë nga pikpamja politike dhe këtu për mua është evidente se si tendenca për ndërtuar një parti shtet, siç kemi sot, sipas mendimit tim, është evidente që vjen nga ajo e kaluar, sepse se nuk mendojmë dot njeriu që jeton, ose më mirë them, shoqërinë e komunikimit, siç e quajnë një filozof. Ne kemi jetuar në shoqërinë e dominimit. Jo të komunikimit? Jo të komunikimit. Të dominimit. Të dominimit. Pra, po të shikosh, edhe në tryezat tona, shqiptarve, që unë e shoh se me trishtim, më vjen mirë që shoh një mashkull dhe i femër këtu, e shikoj me trishtim se si mblidhen vetëm burra, i keni parë? Po të dalim aty poshtë. I ketë gjithë në kafe, aty dhe janë atje. E para mungon gjysma tjetër. Po. Dhe komunikimi me gjysmën tjetër. E dyta vetë tryeza shpeshherë ka një frym të kulturën e dominimit, se kush është gjeli aty, kush është ai që është më i fortë, ai që vendos, ai që di të gjitha, ai që tallet me ata të tjerët, etj. Kjo është vjen nga pikërisht nga një shoqëri e dominimit, ku karakteristikat tjera janë manipulimi, kontrolli, pra unë e kontrolloj këtë tryezën, unë e manipuloj këtë tryezën, i manipuloj të tjerët, i kontrolloj të tjerët, i dominoj të tjerët. Ndërkohë që shoqëria e komunikimit është shoqëria ku ne komunikojmë dhe nuk e ke as ti as unë të vërtetën, po e vërteta është midis nesh, duke nga bisedimi i afrohemi të vërtetës, apo jo. Në mbase nuk arrim kurrë në një përfundim. Nuk dominojmë, por komunikojmë. Po ta shikosh në thelbin e vet, shoqëria shqiptare ishte një shoqëri e dominimit dhe çka ka dominimi dhe lidhur me traumën, lidhur me traumën që folëm. Në shoqëritë e dominimit, trauma e bllokon. Trauma bllokohet, nuk komunikohet për traumën. Në qoftë se dikush ka qenë xhelati im ose më ka torturuar, tuesi apo tuesi njërin tjetër. Në një shoqëri komunikimi që mund ndërtojmë idealisht, ne dhe mund të takohemi, apo jo. Ore si ma bëre, ç'a bëm? Ore si e bëra? Ja bëra këtia. Po shiko se edhe unë ja kam bërë këtij tjetrit, apo shiko, dhe bisedohet, komunikohet. Ndërsa në shoqërinë e dominimit ngrihet trauma, nuk flitet. E vërteta është kështu. Këta janë të këqit, këta janë të mirët. Unë sundoj, si ishte në kohën e Enver Hoxhës, ishte ka familje të këqija dhe familje të mira. Familjet ishin të këqija, familje të mira. Dhe është e mbyllur, diskutohet midis këtyre familjeve. Këta janë për burg, për persekutim, këta janë kështu. Përsëri në kohën tonë, po të shikoni, vazhdon kultura e familje e mirë, nga njëherë janë kthyer dhe mbrapsht tani, ca të përsekutuaren për familje të mira, ca janë të këqij dhe nuk ka komunikim. Nuk ka komunikim. Në këtë aspekt, pra,
Kjo është trauma që e ngrin e bllokon shoqërinë. Dhe ne jemi të bllokuar, nuk e kemi analizuar se ajo e kaluara për të cilën flasun për libra. Ajo çfarë ndodhi këtu tek ne? Ndodhi kjo që në fillim kur kam dalun, njerëzit ishin më të gatshëm për të folur. Fillim të viteve 90. Referoni kohës kur keni dalë nga izolimi, nga burgu. Për të folur, për të thënë kemi bërë gabime, kemi bërë kështu, edhe këta torturuar. Edhe këta. Një pjesë, po flas për e kuptoj. Po flas për gjithë. Po shoqëria këtë duhet bënte dhe e kaluara do të ishte një gjë që do të diskutoj e përbashkët, një trashëgimi e përbashkët. Po. Për cilën të gjithë thellohemi që kemi përgjegjësi, se si kemi ndërtuar, sigurisht përgjegjësitë ndahen, kuptohet. Ai mëkati i katërt. Ai që fola unë, përgjegjësia metafizike të gjithëve, po. Në vend të kësaj ndërtohet kjo. Kush është i keqi, kush është i miri dhe kush sundon, po. Dhe kush do të ndjek atë. Domethënë dhe njëri kthehet viktim, tjetri kthehet është kjo formë që vjen nga një kulturë shqiptare. Unë më mend njërin se në burg ne ishim gjithë bashkë. Mi po dhe në burg kishte ca që kishin vujt gjithë kjo jetës, kishte ca që kishin vujt. Unë vija nga një familje tjetër që s'kisha vujt një pjesë kohës. Boni grev të burgosurit politik atëherë, se ajo duhet të tregu dhe në histori, se mos bëjmë teori vetëm. Dhe tek parku i Xhatonit. Tek parku i Xhatonit, ju se dini fare ku është parku i Xhatonit. Më fal, në Spaç. Po jo, më këtu u bën, jo në Spaç, u bën Tiranë te rruga e Kavajës, parku. Grev ishte burgosur tani. Grev, po atëherë. Mendoj se the në burg. Jo, më fal, ndoshta më ngatrova, më korrigjo se bëj një gabim. S'ka problem. Bën një grev aty për të kërkuar ca gjëra, kupton ti? Edhe shkova unë të vizitoj edhe ndoshta edhe me një pjesë aty, më doli njëri nga ato që ishte gjithmonë ajo. Tha shiko, tha ne i dum të pastër që nga gjyshi. Tha mu. Ata që hyn këtu, do më thënë tashi. E kupton? Kjo është shoqëria e dominimit, e komunikimit që kthehet mbrapsht tani. Do i dum të pastër që nga gjyshi, kupton ti se ne jemi. Dhe kjo ndau dhe politikën në Shqipëri, pastaj edhe këta persekutorët e djeshëm fillon të mbrohen edhe këto pritse dhe u bë një bllokim i shoqërisë. Dhe vazhdon sot e ka marrë Rama, i ka enveristët vet aty, gjithë aty bën çfarë, edhe nuk komunikon njëri ore çfarë kemi bërë. Dhe bëjnë të njëjtën gjë që përsëritet e njëjta gjë, pra sepse në fund fare kjo është çështje kulturore, të ndërtosh një shoqëri komunikimit, të dialogut me vetveten, se në fund fare se folën për bllokimin e traumës. Çfarë bën trauma? Trauma të bllokon dhe ty si individ. Ti ke traumën dhe kur shkon te psikoterapeuti, çfarë bën? Bën pikërisht këtë që ai të ndihmon të dialogosh me veten. Ta njohësh traumën dhe fillosh të flasësh. Ky është dialogu, komunikimi pra. Në këtë aspekt kemi shumë për të bërë. Zoti Lobanjan, do doja të ndaleshim pak tek përjetimet tuaja personale. Unë e di që ju keni shkruar shumë libra lidhur me to. Kemi edhe dokumentarin në fakt më i fortë se Ciklopët. Keni bërë edhe shumë intervista më herët, ama gjithmonë nëse ka hapësirë për të treguar histori të tilla, mund ndoshta të jetë një këmban për t'i kujtuar kësaj shoqërie se duhet të mësoj nga e kaluara ai diskutimi që e bëm edhe pak më herët. Keni kaluar 17 vite të jetës suaj në burg. Si ishin ditët e para? Pra, ai momenti që nga arrestimi e deri tek dërgimi në burg. Do ndalemi pak te periudha e burgut sepse do dua më vonë të bëjmë edhe krahasim me burgun sot, po do vi më vonë. Burgu diku e kam shkruar një ese që titullohet Kur ajo dhe të merri i vdekjes, më duket. Futja në burg është, si mos harrojmë se çfarë shoqërie jetonim. Kur unë shkova aty, unë nuk e dija që më kishin gjetur ato
ditaret e burgut. Mi kishin gjetur të fshehura e shtëpia Xhaxhait, rrugë gjatë se si arritje sigurimi gjëra atje. Se ai titulli i kanë thënë ata, po çka ke vënë këtë titullin më i fortë se Ciklopët, se duket si shumë i fortë, ai thotë dhe ka metaforikisht e kupton se mos s'kam qenë i bindur që mund të ishte ky titull, po ai e ka vënë titullin në kuptimin ndoshta shpirtëror mbi jetesë. Edhe janë ata Ciklopët në fillim që përmend ai ditar. Po, tashi kur takova unë ta Ciklopët, dy ishte nën kryetari i sigurimit, nën drejtori i sigurimit shtetit dhe kryetari i jetësisë Tiranës. Unë isha djalë i ri atje dhe më futën ata, më sollën, më morën nga Laçi, nga Lezhë, ku ishte familja, çuan aty, s'dia gjë, ç'është po, no. Edhe më thanë hyra aty në dhomë, thanë të kemi marrë, tha as t'japin dorën, as gjë si t'japin shqiptarët dorën aty, të pyesim cilat janë pikpamjet tuaja tua politike. Po, pikërisht ajo që ku jetonim ne, që ti kurse si s'mund kishe as me guximin mendoje gjëra të tjera ndryshe. Jo më të thoja atyre që me pikpamjet që kam unë janë 1, 2, 3, 4, apo jo, absolutisht. Siç mund mendohet sot se gjithsesi ndryshon koha, po jo dhe aq prapë, se kthehemi asaj. I thashën po më bjen si bombë kjo pyetje. Si bombë të bjerë, më tha moj. Bombë të bjerë. Po cila ishte gjendja psikologjike, se me që më pyete, gjendja psikologjike ishte kjo që unë i kisha ato mendimet, që nuk e dia që ata i dinin se i kishin kapur. Që i kishin kapur, po. Po s'mu t'i thoja. Dhe unë... Ti e dje që i kishin gjetur? Jo, se dia. Dhe nuk e dje dhe s'dje që të bëja dhe që? Po, se dia. Dhe i thash unë si të gjithë shokëve të mi. Si të gjithë. Dhe këtu është ajo ideja, që ti e mësuar dhe që ti duhet me ndorë gjithë si do partia. Dhe ndjenja që ke ti është kjo. Se s'ke dhe përvojën e njeriu edhe një jetë. Flasim realisht, realiteti si është, që është si ajo delja që shkëputet nga tufa që do të haj ujku, po kjo do të rrike tufa që të mos haj ujku. Keni parasysh? Po. Unë jam si gjithë shokët e mi. Dhe spiralja e heshtës. Edhe për të shpëtuar, domethënë për të bërë që edhe unë nuk jam kundër partisë, nuk jam edhe ata nxorën diçka poshtë këtu, s'po shiko, edhe filloi të lexoj, të urdhërojnë idiotët, këta idiot që unë më njëherë kuptova që ishin ditarët. Mra pika tash mbarova, ika, cova. Edhe pse i ke ruaj, pse i ke fshehur, pse i ke bërë, pse janë këto. Jo, i thashë si kam fshehur, unë pas ka fut Xhaxhai aty, pas i kam fshehur, kam qenë i mërzitur se kam pasur gjëra kështu. Domethënë njeriu kërkon të mbrohet, kjo është situata, kjo ka qenë situata, njerëzit kërkojnë të mbjetonin, dhe të mbjetonin duke mbajtur këtë maskën. Dhe tani ti del i zbuluar aty. Edhe nuk është e lehtë me fjalë. Është domethënë të shkëputesh nga një botë, të hysh në një botë ku sipas gjithë historive do përfundoje me shumë gjasa i vdekur fare, kupton? Apo jo, s'dilje më, ato armiqësi të shprehura hapur atje, kupton? Edhe pastaj sigurisht që e merr veten pak nga pak, sidomos kur shkova në burg, që takova njerëz që kishin bërë burg, që kishin me kurajo, me njerëz me to. Çfarë tregonin ata? Çfarë tregonin? Tregonin tash, njerëzit tregonin, më shumë nuk është puna çfarë tregojnë, është shembulli që japin. Sesa shembulli është më i rëndësishëm. Ka për ju një moment në ato ditë të para, të dikujt që ju afroa dhe ju tha ato fjalën që në një lloj mënyre, në një lloj forme juve ju shërbeu ti kaloni të mësoheshit me atë realitet të ri tuajin. Më fal, a ka në një moment
dikujt në burg në kohët e para, në ditët e para, në atë momentin, se tek dokumentari për shembull e tregojnë që dita e parë, orët e para ishin ndër më të tmerrshme të jetës tënde. E mbaj mend shumë mirë. Pastaj brenda kishte njëri që ishte spion Piruca. E ti flisja i kishte si vllai, të spiononte atje dhe ti s'dije gjë. Domthon, të zbulon gjëra që ata as nuk i dinin. Domthon, takimet me njerëz që të japin kurajo, unë i kam gjetur në burg. Domthon, jashtë hetësisë, jashtë gjyqit në burg. Në kamp. Aty shikoja që gjeje njerëz kurajos, njerëz që ishin dobët, njerëz që ishte kështu, siç ishte e gjithë shoqëria, kupton, edhe padyshim që për mua që isha shumë i ri, kanë qenë një motivim, por shumë i madh, një shembull i madh, sepse thua pse mos jem dhe unë i fortë si këta dhe jo i dobët si këta, apo jo, por gjithmonë me ato të mira dhe të këqijat e veta që ka gjëja, edhe sigurisht që kam disa njerëz që i mbaj mend si burgosur të vjetër, domethënë, pas kishte nevojë shumë për të thënë gjëra, ishte vetë jeta e tyre që tregonte, njerëz që ishin dënuar, njerëz që kishin pasur një të kaluar, njerëz që punonin minier, sepse ajo ishte që kur filloi, kishin njerëz që unë futan minier. Ishte punë e përditshme? Punë e përditshme, 3 turne. Nga e hëna në të diel, s'kishte ditë pushimi. Se mbasi jam çik naiv tani, por nuk realisht nuk e di. Jo, ke drejt, pyetja është me vend. Fillimisht çoku bënin me pushim dielës, pastaj u rritën ato kërkesat, edhe dielën nuk na nxjerrin. Nuk na linin me pushu, po. Gjatë viteve 70 kur kam rënë, se ishte periudha më e keqe, kur u 2-3 fishua burgu i Spaqit kur shkova unë. Unë e gjeta me 400 veta dhe brenda 7-8 vjetësh u bë me 1200-300 veta. U bë nga 2 katëshe ato dhomat që ishin me shtretër 2 katësh, me platforma 2 katëshe me prej druri në platforma 3 katëshe. Deri sipër në tavan. Nga 30 veta në dhomë, 45 veta në dhomë. U mbushën plot gjithë dhomat, se kishte dhoma bosh fillimisht ose me më pak njerëz. Tani ju pyes me kuriozitetin e një vajze të lindur në vitin 99, në kalim vitesh. Çfarë mendonit ju sa herë që shihni dikë të ri të vinte në burgun e Spaqit? Cilat ishin mendimet e para që ju kalonin ndërmend? Ti thua kur u bëra i vjetër? Apo kur u bëra i vjetër? Se unë tek libri im kam një përshkrim që thon Mishi. Nuk di e keni gjetur atë. E kam parë në dokumentar, po. Është pjesë e një komuniteti maskullor që unë e përshkruaj se ishte shumë e përshtypje. Pastaj ç'a mendoje kur vinin të rit është më e gjerë se kaq, domosë jo të gjithë shikonin si mish ata që vinin, e kuptohet. Njëri varet dhe nga vinte, mbi të gjitha se ka 2 kuptime të ri në moshë dhe të ri në burg. Të ri në burg. Të ri në burg e shikoje si burim informacione për të pyetur si qysh tek, ç'a ndodh, ç'a ashtu, tregonte një histori tjetër, dinte të thoshte se ç'a ndodh, sepse si thot Shakespeare ka një tek Mbreti i Lirë ka një moment bukur që vetëm i burgosuri e kupton, se ata që se kanë provuar burgun se kuptojnë. Është një moment ku Mbreti i Lirë që kishte 3 vajzat, qofse keni parasysh edhe, po qanë hallin me një nga vajzën, me vajzën e vogël që edhe i thot në një vend aty, të shkojmë në burg që të mësojmë se ç'a ndodh në obor. Domethënë, sepse të burgosët i kishin antenat të ngritura për kuptuar se ç'a ndodh jashtë, sepse aty varet jeta e tyre, shpresa e tyre. Shpeshherë gabonin, po edhe dinin shumë gjëra, kërkonin dinin. Dhe një njeri ishte edhe një burim që sillte informacione. Pastaj varet se nga ishte, sidomos po t'ishte i njohur, t'ishte nga qyteti yt, se aty bleni nga gjithë Shqipëria. Ishte ndryshe gjërat, varet që karakteristika kishte, tjera.
kur hyre në burg, se unë nuk e mbaj më të mirë historinë, ti more një dënim 10 vite, 9 vite? 7 vite në fillim. Për agitacion e propagandë, kryesisht për letrat, për ato gjëra. Edhe pastaj morën, kishin gjetur ca shoke, ca kështu, ca kishin përgjime, i montuan, i rregulluan pastaj. Edhe fjalë, po edhe gjëra tekstet. Po praktikisht. Dhe pastaj u ridënuan. Pastaj ishte ridënimi, po praktikisht ti e dije që ishte fundi, domethënë. Apo nuk mund ta themi, kishe një shpresë që mund të dilje, që diçka mund të bëj më mirë, domethënë. E vështirë ta them, domethënë, nga përvoja që kishe dëgjuar edhe gjithmonë dëgjimet aty ishin të frikshme ato që kishin dëgjuar. Ishte sigur ishte më keq se të vdisje u futeshin në burg, se kur vdes të vinë dhe në funerale dhe andej këtej, ndërsa aty të futeshin nën dhe edhe nuk fliste më njeri për ty, dhe sikur qarkullonin shumë legjenda të merre në burgut për të përshkruar, domethënë. Edhe ideja ishte që kishe mbaruar. Problemi ishte sa do zgjatë regjimi pastaj për një pjesë. A e mbaje shpresën po themi? Mirë, po mund dalë një ditë, sigurisht. Unë për shembull gjatë një pjesë gjatë burgut kam menduar të dal 60 vjeç nga burgu. 60 vjeç. Po. Sepse nuk mendoja që do binte regjimi. Do vazhdonte. Dhe do vdiste Enver Hoxha, do e merrte Mehmet Shehu, pastaj do kalonte te tjetri, e pastaj ndoshta diku mund dite në Khrushchev si shtoi për Stalinin. Që do ta zbuste i çik, domethënë kështu. Kjo ishte situata dhe domethënë synimi kryesor domethënë i tyre ishte që ti të mbarohet, ishe mjet, të të përdorin si mjet për shtyr vagona, mbush vagona, kaq është mjet. Nuk kishte asnjë lloj dinjiteti tek të burgosurit në sytë e tyre, po them, të rojeve të burgut. Ja. Nuk mund të themi. Ajo që të shikonin ishte kështu, që ne kishim dhe një kamp ordiner përballë dhe burgosurit ordiner, po. Të cilët merreshin me mirëmbajtjen e rrethimit, sepse burgosurit politik s'mund t'i çonin të merreshin me rrethimin, me tela me gjëma që rrethonte minierën e këto, merreshin kryesisht me këtë punë, me ujin kur bllokohen, me gjërat e logjistikës kampit. Dhe qarkullonte fjala, se asnjëherë s'na kanë thënë ne direkt, po që nga ata ka ardhur fjala që ju thoshin që në rast se na ndodh se jetonte si populli në rrethim, imperialist o revizionist populli, dhe po të vi një sulm, neve juve ju japim armë, ndërsa ata i pushkatojmë. Po të vinte një situatë që është e rrezikshme. Dhe domethënë, sidomos periudha e parë, Spaçi që mbaj mend unë, deri ke ridënimi, vitet 70, imagjinoni ju që të fusnin në Birut sepse ti kishe një letër, kishte ca fjalë italisht. Edhe po mësoje si i thon kësaj italisht, si i thon kësaj. 4 muaj në Birut, Jo, 4, jo, një muaj ishte, 4 muaj ishte, një muaj ishte maksimalja. E kuptoj. Pastaj un kam bër 4 se refuzova të punoj, kam bër 4. Po ato ishin dilshe 3 ditë, fusin prap sepse s'dilën punë prap. Edhe ishte kjo. Bëheshin 4. Edhe u bën 4 që sa më transferuan, po mbas ridënimit. Në periudhën e parë, në atë periudhë ju mund po të gjenin këtë të fusnin Birut sepse thelbi ishte kjo, sa jeti, ke shpresë që mund dalësh edhe jashtë shtetit, mund tentosh ta rratisësh apo ku diun edhe të dash ka gjuhë huaj. Ç'të duhet të gjuhë huaj? Ti je këtu për të shtyr vagona. Dhe domon ishte njeriu që e shikonin të si mjet. Po kujdesi shëndetësor. Tani kishte, domon kampi kishte gjithmonë duhet të kemi parasysh që qarkullonin gjithmonë idetë që burgosurit trajtohen keq trajtohen dhe donin dhe të ruanin një lloj imazhi, po njëkohësisht aty ishte edhe kafsh pune, edhe kafshët mbahen mirë.
Do më kishte një infermieri, kishte një mjek. Sepse duhet që ju të ishit Sepse në punë. duhet të ishte në punë. Ishte një minier që priste Të çonin dhe në spital. Nuk duhet t'i njohim gjitha situata, se ndryshe do kishin vdekur gjithë ne atje. Domethënë kishte edhe dentist, kur kishte dentist të dënuar, se kur s'kishte dentist të dënuar, unë kam hequr një dhëmball të parë që kam hequr, ma kanë hequr pa narkoz, ma ka hequr doktori Fadil Spaio quhej, ma ka hequr kështu shtrir aty dhe derisa e lëvizi dhëmballën u tmerrova sepse ishte më dhimbte nervi dhe nuk e duroja dot më, se kishte hyrë karje si deri në nerv. E duhet ta hiqje. Përgjithsisht do të them që ishte një trajtim që thole për dinjitet, ata të shikonin si tjetër qenie, si qenie të dorës 2, të dorës 3, si armik bile, si armik. Po të shkoja në Ballç, sepse unë kam qenë jo vetëm Spaç, po edhe në Ballç, kam në tregimin e jetë burgu, kam domthon një mikun tim për cilin shkruaj Vangjysh Tushi, që ishte piktor, që ishte i smur nga Parkinsoni, ishte 60 vjeç në atë kohë. Dhe domthon gjë njerëzore se si shikosh njeriu që fillon e ngrin trupi, se Parkinsoni ka atë që sa më shumë kalon koha fillon ngrin trupi i tij ngrinte, nuk tremte dot më as mizat kur i shkonin kur nuk ke më kontroll nuk lëviz dot duart, nuk lëviz dot to, dhe një gjendje të tillë ta mbash derisa të vdesin në burg, mos ja çosh të paktën te familja. Mendon çfarë respekti kanë, sepse ishte ideja që asnjë mëshirë për armikun, mos harroni këtë asnjë. Asnjë mëshirë. Po, asnjë mëshirë, sepse mëshira konsiderohej si dobësi. Dhe njerëzit mësoheshin që të mos kishin mëshirë për armikun. Qartë. Kur unë bëra atë 4 muaj Biruc, muajin e 4, masi kisha bërë greva rije ku diun njërin tjetër, më erdhi kartelisti i Ministrisë Brendshme. Mos i më kishin qurë dhe me dhunë atje dhe edhe më tha mua, hyrin Biruc dhe më tha dola unë, më hapën derën, jam kartelisti, tha, Bardhoke kishte emrin, i Ministrisë Brendshme, kam porosi, tha, dhe urdhër nga ministri, tha, të them, tha, që pos dolen punë, tha, aty do vdesësh. Se nuk bëjmë asnjë lëshim. Se po të bëjmë lëshim, tha, dhe kjo ishte më e tmerrshmja, vim vetë në vendin tënd. Do më thonë asnjë mëshirë për armikun ishte, kur ti ke mëshirë për armikun, je i dyshimt. Imagjinoni se çfarë urrëtie kultivohej ndaj tjetrit në kundërshtar. Dua që nuk e di nëse Viola ka diçka tjetër në lidhje me burgun, po unë e kam një reflektim që dua ta bëjmë. E kam menduar që prej momentit që pash dokumentarin dhe gjithë historia dhe përvoja jote në burg. Dhe sa e çuditshme është mendosh se si është transformuar koncepti i burgut politik nga koha jote në kohën sot ku jetojmë. Është sarkazëm shumë e thellë. Sot burgu politik, në qoftë se do të quajmë burg politik, po flas, po them rastet e hetuara dhe dënuara nga prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme, siç rëndom thuhet në opinionin publik, pa çka nëse është apo jo kështu. Gjithashtu rëndom në opinionin publik konsiderohen burgje fati, pra burgje për të ruajtur privilegjet që lidhen me pasurinë, le të themi, me paranë e përfituar, po themi, në mënyra të ndryshme nga eksponent të ndryshëm të politikës. Nuk e di nëse e ke menduar ndonjëherë këtë transformim të kuptimit të burgut nga koha e regjimit komunist në kohën e sotme. Se nuk dua të zgjatëm më shumë për të ta lënë ty kohën që ta Pra nga vendi i ferrit, siç e përshkruan ti, që ashtu ishte. Ku shkoje sepse po shkroje një libër apo një ditar personal në parajsën e fryteve të paligjshme, nëse mund ta themi edhe kështu. Do të thënë, një transformim për mua i paimagjinueshëm.
Po tani duhet bëjmë një dallim. Ajo që përjetoja unë si burgosur dhe shumë bashkëvuajt si unë, ishte një padrejtësi e madhe. Nuk kishim ndonjë ndjenjë fajësie, se s'kishit bërë faj. sepse s'kishim bërë faj dhe mendonim që kishim të drejtën me vete. Pra na kishin futur në burg sepse kishim thënë ca të vërteta që s'duheshin thënë. Ky është burgu politik. Apo jo. Pavarësisht se dikush mendonte në një formë, dikush në një formë tjetër, gjithsesi ishin mendimet e tua që ti futesh në burg për mendimin, ose dikush që kishte tentuar të arratisej sepse nuk i pëlqente Shqipëria dhe ai kishte gjithë drejtën e vet të arratisej, po kishte një çik më shumë trimëri ai dhe shkonte tentonte të arratisej, ca vetëm flisnin, apo jo. Ky është ndërsa edhe kur kishte njerëz që pranonin fajin, e pranonin duke u shtirur sepse duhej pranuar që të ulshet dënimi apo jo. Ose mund të për një arsye ose një arsye tjetër. Ndërsa këtu kjo situata që përshkroni juve është pak e burgjeve tani, është e burgu ordiner që quajmë përgjithsisht, se duhet i ndajmë, se ndajmë burgjet që nga krimet e lehta, pastaj vijnë këta që kemi dëgjuar që kapen me skaj çate njërin tjetër lidhur me trafiqe droge, trafiqe ose vrasje ose një. Them drejtën, këta nuk di tani se sa vetë këta si njerëz janë, flas për këta njerëz, nuk po flas për politikanët, se ata janë një kategori më vete që meritojnë një analizë pak më ndryshe. Problemi i gjithë këtyre krimeve të këtyre njerëzve në përgjithësi, që janë të rinj, që është sa janë edukuar, sa është përgjegjësi dhe shoqëria që këta kanë bërë krime dhe sa pastaj janë për të dënuar, dhe këtu ka politika ndryshme lidhur me burgjet, sa duhet dënuar, janë dënuar pak ose dënuar shumë, apo duhet i edukojmë, sa mund të edukohen, sa mund ndjen fajtor, sepse në tek e fundit një pjesë e tyre kanë shkelur disa ligje që janë në vrasje apo vjedhje apo trafiqe apo njërin tjetër. Unë e kisha më shumë te politikanët. Tani kur vim te politikanët, burgu ordiner ka përshtypjen dhe atë, domethënë nuk është se besoj të ketë ndonjë dallim shumë të madh në koncept, po them. Jo, po shiko, politikani është një gjë tjetër dhe sidomos këto gjyqjet që po bëhen tek ne. Domethënë ajo që kam unë ndjesin është që politikanët, atë që quhet krim, që është korrupsioni, atë që është shpërdorimi i detyrës, atë që është gati është bërë në kulturën tonë sikur gjë normale. Sikur e bëjnë të gjithë, do ta bëjmë. Sikur kur kanë një çelës në dorë, kanë sepse me atë çelësin do të abuzojnë për të marrë para dhe të pasurohen në mënyrë paligjshme. Tani problemi është ky, se ata jetojnë burgun, tash një pjesë nga ata janë futur në burg, nëse keni fjalën për këta të fundit, sidomos, që prej po them kur Spaku ka filluar që të veproj, po them vitet e fundit. Mendimi im është ky, që Spaku dhe reforma në drejtësi, e kam thënë qysh herët fare, qysh i pari ndoshta kam bërë shkrim, që kam qenë kundra reformës në drejtësi, sepse kam konsideruar si një reformë ndër reformat që ka bërë Rama, jo për të bërë drejtësi, po për të kapur drejtësinë dhe për ta përdorur drejtësinë. Në kuptimin e për ta përdorur kundërshtarëve të politik. Pra, në qoftë se do të ishte një drejtësi e pavarur, mund të ishte e mirë pritur, por një drejtësi e përdorur kundër kundërshtarëve ishte më e keqe se drejtësia që kishim më përpara. Sepse mendimi im është, drejtësia që kishim më përpara i kishte lënë politikanët
të bënin atë që bënin. Korrupsionin. Po. Dhe nuk i dënonte të gjithë, po them, po i linte në gjithë spektrin e para. E dyta ishte edhe një drejtësi që ishte më e shpërndar sipas partive. Pra sepse kishin qenë në pushtet, secili kishte të vetët, po themi. Secili kishte të vetët. Kishte të vetët. Tani ajo që ndodhi ishte që kjo drejtësi, ky bëri një reformë që ta kishte drejtësinë të vetën komplet dhe ta përdori për të luftuar kundërshtarët, por për të luftuar kundërshtarët i duhej si në lojën e shahut të sakrifikonte edhe ca të vetët. Pra unë këta i shikoj si të sakrifikuar për të marrë mbretin, jap kalin, apo në shah, në lojën e shahut, apo jap oficerin, marrë mbretreshën. Mbreti është mati, po mbretreshën. Ja, dhe kjo nuk është drejtësi pra. Ata brenda nuk e di si jetojnë, po ata jetojnë si një gjë selektive, sepse janë dhe luftrat brenda partisë, që nga njëherë kanë futur Erion Velin, për shembull, figura më kryesore që na thanë është drejtësia e pavarur, se ngjatesh që bëjmë pa gazetari këtu, po. Është ky. U fut ky sepse ka bërë 1 2 3 që mbi të gjitha janë ato inceneratorët e gjithë ato merre që pastrimi parave që po bëhet akoma, apo u fut ky nga konfliktet e brendshme brenda partisë dhe njëkohësisht dhe për treguar, sepse shpërdorur, shiko, kam drejtësi të pavarur sepse ne varem me shumë nga ndërkombëtarët. Dhe ata ndërkombëtarët i themi ka drejtësi të pavarur Shqipëria, ka futur njeriu 2, numrin 2 ka futur drejtësia. Shiko sa e pavarur është pjesë e propagandës. Kështu që këtu çfarë dua të them për te gjithave, që këtu vetëm drejtësi s'ka, po dhe ndjejnë drejtësie, edhe ndjejnë faqësie, se kur thu drejtësi, ka dhe ndjejnë faqësie, ore e kam bërë këto, e bëra gabim, isha i ri, apo e bëra, vodha, brava, ose rash në grackën e korrupsionit, më korruptuan, më bënë, absolutisht askush nuk ndjehet fajtor këtu. Këtu s'ka drejtësi, pra, sepse është gjithë ky instrumentalizim i drejtësisë. Edhe ky gjyqtari që u vra tani, pa edhe historie gjatë, ku drejtësia o njëri o tjetri ka falë, ca ja kanë dhënë pronë në këtyre, ca ja kanë dhënë këtyre, ca kështu, ku është tepër e komplikuar, dhe të mos kesh besim tek drejtësia, tek një vend që është një nga gjërat më të tmerrshme që ndodh në një shoqëri. Se në fund fare njeriu thot, ore ma bëre të keqen, po tek fundit e gjej diku, po them. E gjej diku, ku do ta gjesh? Te drejtësia. Se përndryshe te koburja e jote, po koburja tash të çon të shkatron familjen, jetën njërin tjetrin. Në këtë kuptim është një vend që jeton pa drejtësi, po me imponimin e më të fortit. Dhe kur ti ndërton një shoqëri ku më i forti është i mbrojtur, nga drejtësia, bile e përdor drejtësinë kundër më të dobtit, jemi në atë shoqërinë e dominimit që fola më herët, që tani juve thatë që disa i kanë futur dhe kjo duket pastaj se kur ke një band që sundon, ca antar bandës për një arsye ose arsye tjetër kanë dalë aq keq se janë dhe këta ndërkombëtarë duhet ta fusin brenda. Janë dhe ca që futen janë 2 vjet për krime që janë krime shumë të rënda, ose s'ka akuzat kryesore, dhe Erion Velia nuk i ka akuzat kryesore që ka inceneratorët, gjitha këto. Pastaj po të shkosh më thellë, akuza kryesore është ore ti ke ngërtuar një organizatë kriminale që pastron paratë, bën gjithë këto inceneratorë kanë vjedhur paratë dhe ti në një farë mënyre, nëse do vërtet ta eliminosh, të bësh drejtësi, duhet të kapësh kokën, Totorinon dhe jo të kapësh këta që do ky për t'i shitur si kuajt apo si oficerët në lojën e shahut që të mundi kundërshtarët edhe të fitoj. Mirë. Do të shkëputemi shumë pak minuta, mesazh nga leximtari, ndjekim sugjerimet për këtë javë dhe rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën me Fatos Lubonjën. Për
Përshëndetje të dashur shikues të Kinotek, unë jam Desada nga Leximtari dhe sot do t'ju prezantoj 5 librat më të lexuar të javës. Edhe këtë javë kryeson Mira Kazhani, Një ditë tjetër. Ena Bulku, Pallati i Dëshpërimit. Ledja Gjoga, Keq kuptimi. Clinton Nesturi, Njeriu që shkruante në Vareza. Dhe libri fundit, Muzeu i Pafajësisë nga Orhan Pamuk. Këto 5 libra mund t'i porositni online në rrjetet tona sociale ose në webin ton leximtari.al, si dhe mund të na vizitoni pranë librarisë ton Leximtari në Tirana Ring Center. Mirupafshim. Jemi prap këtu me Gonin edhe zotin Fatos Lubonja për të vazhduar me rrëfime, me histori, me krahasimin mes të shkuarës dhe të tashmes, ose mbase gjetjen edhe të pikave të përbashkëta. Po unë do i rikthem edhe një herë dokumentarit. Do i rikthem dokumentarit sepse ka një nga ato pjesë që do ta konsideroja të preferuara, kur ti kupton që asgjë nuk e mposh dot shpirtin, edhe asgjë nuk e mposh dot penën e një shkrimtari, sepse ju një prej librave tuaj e keni shkruar në letra cigaresh. E ruani akoma edhe sot e kësaj dite, apo jo, atë shkrim aq të vogël në ato letra cigaresh kur shkruar libri Ploja e Mbrame. Që unë realisht nuk e di si e ke lexuar më pas, aq i më të Tani është një histori interesante, në fakt ka shkruar dhe New York Times për atë, kur e ka parë gazetari o habite dhe ka bërë një artikull. Ajo është gjë e parë është ideja që të lind për ta shkruar. Dhe ideja që mua më lindi ishte në burgun e Borrelit, në fakt, e shkruar ai libër. Nuk mund të bëhej në kamp. Dhe aty midis tjerave të burgosurit kishin ruajtur, sepse burgu i Borrelit ishte një vend ku rrije 24 orë brenda, 2 orë vetëm për ajrim, dhe nuk dinjen punë. Dhe ishin ruajtur libra. Që vinin që nga viti 44, është një mëkat i madh që burgu i Borrelit sot, se këtë e tashme nuk është një muze, po është akoma e kanë kthyer në vend burgu ordiner, sikur s'ka Shqipëria beton për të bërë burgje. Ndërkohë që aty është historia e gjithë persekutimit të Shqipërisë, ka figura të rëndësishme. Edhe librat ishin aty, pra, dhe shumë burgosur i kishin kopjuar librat me dorë. Unë kam gjetur librat kopjuar me dorë. I keni gjetur aty? Po, domethënë, kishte ardhur libri, dhe librin e kishte njëri, në atë kohë. Unë se di kur në 45, 47, 48 apo ku di unë. Dhe që ta mbanin aty për ta lexuar. Që të mbanin aty e kopjonin me dorë, sepse ishte koha. Kishte thuaj që edhe kishte njerëz që pagueshin. Unë do t'jap kaq paketa cigaresh e kaq që ti të ma kopjosh. Dhe e kopjonin. Dhe midis tjerave aty një nga librat shumë të bukur ishin 7 tragjeditë e Sofokliut, të cilën në fakt e kishte përkthyer, pastaj i ka përkthyer nga frëngjishtja në shqip një miku im, poet, që është dhe unë e kam botuar më vonë tash përkthimin e tij. Edhe aty unë inspirova nga libri nga një nga tragjeditë e Sofokliut, që është Edipi mbret. Tani po të hyt me historinë e gjatë, është tepër gjatë, domethënë, po me 2 fjalë historia është kështu, që Edipi mbret është një figurë që tragjike, i cili pa e ditur ka vrarë Tiatin dhe ka fjetur me tëmë, sepse ju nëse e dini historinë. Dhe kur merr vesh këtë, sepse ra një mynxyr në Teb, dhe pastaj i tha ky ishte bër mbret tashmë, sepse e kishte vrarë babain dhe ishte martuar, kishte zgjitur enigmën e Sfinksit. Ky çon, me sa më kujtohet mua, Tiresian, një personazhin që e çon për të marrë vesh se çfarë vjen kjo, dhe Delfi thot, orakulli i Delfi thot që kjo mynxyr ju i vjen Tebës nga për kësaj gjëje që kanë nga kjo gjë që ka ndodhur. Dhe ky kur mori vesh këtë, qërroi syt. U verbua dhe iku. Tani unë mora si metafor këtë,
dhe ndërtova një dip tjetër, me nxyra ishte me nxyra që i kishte rënë Shqipërisë komunizmi, me të gjithë gjërat, dhe me pretendimin që kishin zgjidhur enigmën, po enigma nuk e kanë zgjidhur, enigmën e të keqes në botë e komunizmi, dhe kur komunistët e marrin vesh që kjo s'funksionon, që kjo është një gabim, që kjo është një gjë, nuk qerrin syt siç bën Edipi, po bëjnë gjithçka për të mbajtur pushtetin. Dhe unë kam ndërtuar një Edip që bën gjithçka për të mbajtur pushtet derisa i zhduk gjithë njerëzit. Është një Enver Hoxha, në fakt. Edhe i kam me personazhe aty me emra kështu të kamufluar, kam Mehmet Sheun, Kadriun ja kam bërë Irdak, Kadri Irdak. Kadria Zbiu. Po. Edhe mua më duk një ide shumë e gjetur. Dhe bëra një roman në petku në një drame me 4 drame, ku ka dhe është dhe Edipi, po janë dhe këta me emra tjetër, edhe është një referimi asaj, po një rit interpretimi gjithë. Dhe në ato kushte ku ti bën këtë, në fakt unë nuk e shkrova atë direkt në letra cigare, se shumë mendojnë që unë e kam shkruar në cigare. Nuk mund të shkruaj, se një libër që ta shkruar do korrigjosh, do bësh, e bërën në për fletoret që kisha. Se kishin fletore, shkruan aty. Mirë, pa aty bënin njerë në 2 javë, bënin kontroll dhe mund t'i merrin gjëra. Edhe po t'i gjenin. Dhe kur unë e bëra përfundimtaren, atëherë thash unë ta ruaj këtë, si ta ruaj, ta kopjoj, ta kem gjithë dhe ta fshe mbrapa kurrizit të një libri Larus aty. Dhe enciklopedi po. Jo, ishte petit mikro Robert, më duket. Fjalor po. Një fjalor mikro Robert e futa mbrapa kurrizit aty. Me te kopertina po. Te kopertina mbrapa, te kurrizi. Dhe kjo është historia. Po e shkruajte për brenda 2 javëve në fletore, po them. Them drejtën nuk e mbaj mend sa e kam për sa e shkrova, por atë e shkrova me një laps të holl që e prehja, kishin cop brisk të vogël, e bëja gjithnjë me maj kështu edhe e shkruaj. Që shkruante holl. Që shkruante sa më holl që të kishte dhe i kam shkruar, po të shikosh origjinalin, se kam bërë dhe një instalacion unë që e kam me këtë. Po të shikosh origjinalin është nga 2-a. Po, nga të 2 anët. Nga 2 anët e shkruar. Janë të shkruar fletët. Edhe e bëra, e futa tek Mikro Roberi, pastaj Mikro Roberi ngeli aty, ndodhen këto, se ishte koha e fundit që ra regjimi dhe ai doli, unë pastaj nuk është pra, ti më the, si e lexove. Në fakt, kur kam dalë unë mund ta lexoja, se gjithsa e shkruaja dhe mund ta lexoja, se i kisha syt në rregull në kuptimin se s'kishte nevojë për syze, se unë dola 40 vjeç, rash 23 dola 40. No 40, 41, 42. Si ishte problem edhe? Nuk i kisha akoma problem, nevojën për syze, nuk e kisha. Edhe, por megjithatë nuk është se ju referova atyre letrave, ju referova fletoreve, se dhe fletoret dolën. Dolën. Për fat, unë i kam sot gjitha gjërat që kam aty, por edhe atë mund ta lexoja. Tani më duhen syze që ti lexoje. Ta lexoj atë. Kjo është me 2 fjalë historia. Pse u shtyva, pse e kopjova, pse më rujt. Domethënë ishte ideja ore të lësh një në atë kohë prisnim që linja 60 vjeç. Po. Edhe atëherë ta kem lënë një trashëgim nga një libër, se njeriu, se ka një thënie që thotë njeriu, jeta e njeriu të reduktohet në një libër. E gjithë jeta është bën një libër, Si duket sikur disa njerëz sikur i duan më shumë sa gjëra kur i ndalohen. Pra, e kemi parë në shumë raste, rritet pasioni përballë diçkaje që ka një rregull, një ligj që të frenon ta bësh. Po shpeshherë kjo buron nga nevoja për afirmuar vetveten, sidomos kur je i shtypur i dominuar, sepse ndoshta dikush që të ndalon, po marrë një prind. Të ndalon sepse ai mendon më mirë se ty, se ti je i ri, ai mendon ka më shumë përvojë dhe thotë jo, këtë s'do ta bësh. Dhe ty të vjen ta bësh. Ndoshta ti e gabim, por ama ti e bën. Për këtë ka Nietzsche një shkrim shumë historik, shumë të rëndësishëm, ku midis tjera flet pikërisht për këtë, se më që hapet temën.
të mënyrë të jetuarit historikisht dhe jo historikisht. Thot Nietzsche, ka dy mënyra të jetuarit. Historikisht është kur ti ke parasysh se çfarë thon tjerët, çfarë ashtu, këshillat, histori, do të thonë njeh historinë dhe vazhdon në rrjedhën sipas një rrjedhe. Jo historikisht, thot ai, imagjinoni thot një njeri të dashuruar marrëzisht, thot një burr i dashuruar marrëzisht nga një femre. Në shumë drejtime ky thot është i verbër, thot. Në shumë drejtime ky është i shurdhër, thot. I thon, ore, ishi kujdes ndaj këtej, por ato që ndjen, thot, e ndjen me gjithë forcën e shpirtit vet. Dhe Nietzsche thot, se kjo është filozofia gjithmonë, është një filozofi, se s'është e vërtetë absolute. Patjetër. Thot, kjo situatë mund të jetë shumë mos mirënjohëse, pra në shumë drejtime që thash, mund të jetë, por vetëm nga këto situata, thot, artistët krijojnë, popujt fitojnë lirinë, pra kur ti jeton me emocionin dhe këtu vim dhe krijojnë, pra. Është dhe kjo që e shtyn njeriu, sepse ka atë pasionin e vet që në fund fare ka të bëjë edhe me atë nevojën që kemi ne për ta afirmuar vetveten. Jemi dhe ne në këtë botë. Dhe nganjëherë edhe shumë. Kjo është e përgjithshme. Pastaj kur ke të bësh me gjëra ndaluara me dhunë do reagosh më fort. Sidomos kur ke të bësh me gjëra që janë edhe të gabuara, që bëhen në mënyrë policore, apo jo, duhet reagosh, por ama njeriu ka dhe anën tjetër, ka dhe frikën. Se kot nuk ushtrohet në presionet. Se njeriu është i dobët, ka dobësinë e vet. Sigurisht. Atëherë mbyll në vetvete, ndrydhesh dhe gjen forma të tjera ose edhe nuk reagon, edhe nënshtrohesh. Po, edhe kjo mund të jetë në fakt e njeriu. Më bëri përshtypje gjatë dokumentarit, se të dua të pyes pak edhe për kinematografinë që folëm gjatë pushimit, për filmat, për gjërat, po para se të shkojmë aty. Edhe marr shkas nga fakti që të paktën për mua dokumentari ishte i mirë realizuar nga pikpamja kinematografike, ishte shumë i mirë realizuar. Po më bëri përshtypje që thoje një 2-3 vende që është ky faj i atij që mbijeton. Që të vjen në formën e mendimit që nuk bëra mjaftueshëm, nuk bëra aq sa duhej. Po çfarë në rastin konkret? Çfarë duhet bëja më shumë? Ja, po unë jap shembullin aty. Rasti atyre dy gazetarëve që bën letër edhe që vdiqën apo jo. Po s'mund t'i kërkosh njeriu të bjerë dëshmor. Jo, çka. Megjithatë, çfarë mund të bëje më tepër? Çfarë mund të bëje realisht? Ajo që ngre unë aty është një çështje ajo përgjegjësia metafizike që s'kam bërë sa duhet. Po çfarë mund të bëhe më tepër? Mund të bëhe më tepër një akt vetvrasje për të protestuar. Për shembull. Po kujt i hyn puna ajo? Jo, për shembull. Po marr një shembull se s'më. Kur Çekoslovakia u pushtua nga Bashkimi Sovjetik në 68. 68, po. Sigurisht gjithë populli u nështrua, se hyri një ushtri. Po. Mi po doli njëri atje që quhet Jan Palach, i cili u dogj mund mes Pragës. I vuri vetën s'flakën dhe vdiq në shenjë proteste. Do thuash ti, iku kot. A mund themi që iku kot? Për shembull, ja që mund bësh, nuk po them se domethënë nivelet e kurajos. Nivelet e kurajos janë të ndryshme. Njeriu sigurisht i ka të gjitha me vete, po ka raste, ka momente, ka njeri që jeton pikërisht me atë që thash unë, që ka pa i pasioni ashtu, që mund bëj akte të tilla. Më kam parë një në Amerikë, që është nga këto ekologjistët, që mbrojnë natyrën, mbrojnë këto. Jo. Edhe aty ishte një ndërmarrje që do të priste një pyll ku qenë ca pemë të vjetra, po pemë historike që mbaheshin. Protesta që bëre ajo, hypin pemë 2 vjet. Po. Jetojnë pemë. Në pemë. Në pemë. Në pemë. Që mos e prisnin pemën. Po. E hypi aty, sigurisht kishte një herë se trimi mirë me shok shumë, që e mbështesnin e ashtu aty. 2 vjet netin pemë.
E bukur. Ke Ska forma fund që zgjodhi. Ajo kur ajo njeriu në burg mund bëj unë them aty ja mund mos shtyja vagona si spranova. Edhe kur spranova që t'jem një sinqert, edhe sepse do shkatrohesha vetë, fizikisht. Do disha në mënyrë, kuptoni? Por për mos shkuke nuk dënoj ata që s'kan bërë, absolutisht. Por çdo kush duhet të pyesi veten edhe sidomos situatat e sotme. Se mirë se në fakt këtu kemi të bëjmë me një raport shumë të rëndësishëm, është çështje e madhe kjo. Midis asaj që quhet liri dhe përgjegjësi. Po. Ti kur si ai lir, nuk mund të jesh përgjegjës. Të merr tjetër, të fut në hekra, të fut ashtu, je brenda një kontrolli. Nuk je i përgjegjës. Apo ja, sepse të shtrëngoj, të bëri, kupton, të dhunoj. Siç thoshin shumë që unë kam dëgjuar edhe nga bashkëvuajtës të tjerë për spionët që aq mbanin. Po. Siguronin do torturat edhe bëheshin spion. Por ka një raport midis lirisë dhe përgjegjësisë. Sa më i lirë t'jesh, aq më shumë përgjegjësi ke. Sa më pak i lirë, aq më pak përgjegjësi. Dhe tash vjen në situata ku nuk po të vret njeri, më zotri. Po pse vetëm për lekë edhe ti tak kthen edhe bën të keqen, qartë. Mbron pushtetin, mbron apo jo, siç kemi situatën sotme. Pra, ku megjithëse ke disa liri që në krahasim në atë kohë shumë të mëdha patjetër. As që diskutohet, nuk bën gjën që duhet bërë, po bën të kundërtën e asaj, pse? Sepse po themi ke hallin e ca lekëve më shumë, e një rrogë më të mirë, apo e një gjëje, apo edhe një frikë për X, po ama shkallë rritet përgjegjësia. Në këtë kuptim njeriu duhet ta peshojë veten. Ore, kam përgjegjësi, si jam i lirë, mund të bëj diçka më shumë. Sot sidomos. E ngre zërin për një gjë ose se ngre zërin për një gjë. Po falma, tash me që po flasim. E pat ju se qa Greta Thunberg që përmende. Mori ato anijet edhe... Aty shkon me anije për të mbrojtur palestinezët. Gjithë ajo nga 50 italianë ishin, grek ishin, gjithë ishin, sepse ka një ndjeshmëri, shef një padrejtësi që bën dikush ndajt një tjetri dhe thua, qa mund bëj? Mund të thush i fjalë, mund njoftosh policin, mund ndërhysh të ndash tjetrin. Po dhe mund thushë, jo më lëre aty. Po, s'është punë për mua, nuk më impakton jetën. Ky është njeriu që jeton me të tjerët edhe që mendon që ka përgjegjësi për edhe për shoqërinë, edhe për të ardhmen, edhe për ata fëmijët e vet se si do rriten, nëse pranon një dhunë. Atë që shkon protestojnë për Palestinën më burr dhe këtu del njeri, zguxon njeri me dal, me protestu. Është bërë kjo buka e fëmijëve, është bërë emëruesi i përbashkët të gjitha padrejtësive këtu, domethënë. Po pra, të mërshme në këtë kuptim, pyetja metafizike ç'a mund bëj unë, duhet ta shtrosh për ditë. Ç'a mund kisha bërë më shumë? Sepse edhe kur nuk e bën, po të paktën je i vetëdijshëm, ore se bëra. A duhet ta bëj, si ta bëj, apo jo. Apo si gjej shok që ta bëj, sepse nganjëherë kur e mendon, thu prit se vetë se bëj dot, po ama po gjeta një 3-4 shok, po gjeta një 5-6, po të bashkohemi, mund të organizojmë. Se jemi një grup që mendojmë njësoj dhe bëhemi më të fortë edhe njëri tjetrën. Kjo duhet jetë, si më thënë, një dimension i çdo njeriu, mendoj unë. Ama duhet sikur ne na imponojnë që në familje këto norma të sjellurit kur na thonë që më ka ndodhur mua personalisht, me më ka thënë, po ç'na duhet ne me ta, se gruan e vete ka ç'na duhet ne. Po shiko, në fund fare, sipas mendimit tim, nëse do të hyjmë më thellë shoqërisë shqiptare dhe origjinës saj, kjo për mendimin tim ka të bëjë me atë që përmendën çik përpara që kur u kriju Shqipëria, Mithat Frashi ka thënë një fjalë. Ka thënë tani tha që u bë Shqipëria, që u bë mendimin austro-hungarez, na mbetet që nga një grumbull fisesh të bëjmë një komb. Dhe grumbull fisesh, domethënë janë grupet, familjet, klanet. Po. Dhe shqiptarët kanë ngelur pak te kjo, që kanë ngel ke fisi,
s'ka ndërtu diçka më të madhe ku ti ndjesh përgjegjës, se deri ke fisin ndjesh përgjegjës, duhet ta ndihmoj se tani në këto kohë moderne as edhe për fisin. Po tek familja. Por në thelbin e vet pra rritja e komunitetit. Krishti thuhet, po i shkuan Krishtit edhe i than, ore po ka ardhur familja të kanë. Po familja ime jeni ju, tha. Dhe ka thënë atë që unë do t'ju bëj që të harroni nënën dhe babën dhe këtë, pse se bashkosh tek diçka më e madhe, që është religioni, që i lidh njerëz, se fjala religion do të thotë lidhje. Edhe Muhameti ka thënë një gjë të ngjashme kur thot kush ngelet ke tribalizmi është ngelet jashtë të vërtetës, që është Zoti, që tribalizmi është interesi. Edhe ne familja. Në këtë kuptim mendoj që kjo ka të bëjë me rritjen e përgjegjësisë. Tani sigurisht këta që shkojnë në Palestinë shkojnë sepse ka ndryshuar dhe bota, është rritur më shumë përgjegjësia, ti ndjesh pjesëtare një bote. Nuk kemi vetëm kombijot. Rrjetet sociale po. Ndjesh pjesë e kësaj bote dhe kjo është edhe pozitive në një farë aspekti. Neve kemi nevojë shumë për këtë, që të ndërtojmë komunitet. Dhe të mos shohim vetëm interesin ton, që shohësh dhe arkitekturën se si e kemi, ngre ai tjetri botë që ka para, ka korrupton bashkinë, ta ngre ty pallatin këtu, pavarësisht se komshiu ngelet aty me një shtëpi 2 kace, i merr diellin, i merr gjitha, s'pyesin fare. Ndërsa pikërisht kjo është ndërtimi i një komuniteti ku ndjehesh përgjegjës, dhe të gjithë ndjehen përgjegjës për shoqërinë dhe unë jam këtu. Dhe pastaj mund themi shteti jemi ne, që thon ca. Shteti jemi ne, ndërsa kur është shteti kështu si është, neve rrim se i cili mbrojemi nga shteti, ruju shtetit, zjarrit edhe ujit thon. Ruju shtetit. Edhe shtetit. Po shtetit janë këto tre janë. Shtetit, zjarrit edhe ujit. Mirë, ne u flistim pak edhe për gjatë pushimit, edhe për kinematografin, edhe më thej që jepeshin për çudinë time, mbase s'kisha shumë informacion, jepeshin filma të regjizorëve të mirë italian të asaj kohe, çuditërisht, apo ishin po themi disa rryma, për shembull neorealizmi italian që vinte edhe afër realizmit socialist në disa aspekte, po themi. Shiko, kjo ka të bëjë me një gjë që përmendej shumë kur bëhet teoria dhe historia e letërsisë apo e kinematografisë, se ideologjia kishte disa kanunin e vet. Ideologjia po e quajmë komuniste, marksist-leniniste, që si duash. Nuk, domethënë, ajo që kërkohej nga krijuesit shqiptar dhe nga krijuesit përgjithsisht e shteteve socialiste, ishte ai që quhej realizëm socialist. Por, me qënë se ishte një ideologji që ishte ndërtuar mbi një lloj dialektike, mbi një lloj zhvillimi, pra bota ka ardhur, siç thuaj Marksi thoshte, ka qenë sistemi sklavo-pronar, pastaj erdhi sistemi feudal, pastaj erdhi sistemi kapitalist, pastaj do vi sistemi socialist. Dhe kur bëhej fjalë për letërsinë, për shembull, dhe për artin, flitej për realizmin kritik, pra si një hap, nuk eliminohesh. Për shembull Balzacu, ku diun, Hugoi ose romanticizmi ose realizmi kritik. Pra, atje deri aty ku kritikohej shoqëria borgjeze, e cila është e destinuar të mbarojë dhe t'ia lërë vendin shoqërisë socialiste, kritika ndaj shoqërisë borgjeze pranohej, quhej realizm socialist, kritik. Sigurisht i mungonte elementi socialist që ishte heroi pozitiv, ai që ndryshon botën, se kjo vetëm e kritikonte botën, Edhe kjo kishte një filozofi, se vinte nga Marksi, nga këto që thoshte deri tani filozofët e kanë shpjeguar botën ta ndryshojnë. Kështu që këta pretendonin ta ndryshonin, por ama e pranonin këtë si një hap dialektik drejt asaj. Dhe në këtë kuptim, edhe letërsia, gjithë ata që quhen klasikët e shekullit të 19, kupton ti, që quheshin ke realizmi
realizmi kritik janë botuar, ashtu sikurse edhe filma. Dhe kinematografia. Dhe kinematografia, dhe padyshim që ka pasur se në fund fare, po të mendosh, ne jemi akoma te realizmi kritik në një farë kuptimi sot në botë. Në kuptimin që nuk është se ka një ideologji që po na mëson diçka tjetër. Kritik, gjithmonë artistët çfarë bëjnë? I bëjnë kritikë një realiteti. Realiteti tani është po të quajmë kapitalist, borgjes dhe në forma ndryshme edhe sot e kësaj dite ti ke kritikën ndaj edhe këtij kapitalizmi, siç është bërë kritika më përpara. Përpara ka pasur filma për shembull që ose libra dhe filma dhe hyjet rinë e vështrojnë ku klasa punëtore që lufton me pronarët në minjera në kështu, apo jo, më kujtohet filmi i famshëm kohët moderne që përmend Charlie Chaplin, ku është flitet për alienimin, që kapitalizmi e tjetërson njeriu e kthen në vegël, e kthen kështu dhe është Charlie Chaplin që në ingranazhet apo jo. Film shumë i bukur, film që sot e kësaj dite të bën mendosh, apo jo. Filma ku flitet për njerëz të varfër, për padrejtësi, domon dhe me që përmendë italianët, gjithë periudha për shembull e neorealizmit që përshkruan pikërisht varfërinë, sa kishte dalë pas luftës, kanë qenë filma që çfaqeshin. Më kujtohet një nga filmat regjisor gjigant, ndoshta bashkë me Ingmar Bergmanin më të mëdhenj në botë, Federico Fellini i ka dhënë filmin Net te Kabirias. Sigurisht jo të gjithë filmat, sepse Fellini ka këtu. Po Net te Kabirias është film, ndoshta se keni parë, po është për një grua që bëhet prostitut. Kabiria është një prostitut, por e cila dashurohet dhe mendon se gjeti dashurinë me një njerëz, edhe është shumë e bukur dhe ajo e jeton këtë iluzionin edhe që do të u shkëput nga ajo jeta e prostitutës dhe tash po ndërton një dashuri dhe në momenti i fundit aty pse harroj sot e ditë kam parë që atëherë ai tipi e ka mashtruar dhe donte ti merrte kuletën lekët. Pra që ky ishte qëllimi i vetëm. Atij njeriu të kuptonte dhe kjo ka të zgënjimin e tmerrshëm, nuk ka hall në lekë dhe ja jep lekët, kupton? Po. Është film i madh, kupton, ka marr Oscar. Çmim Oscar, po. Po mirë, të paktën në atë kohë. Kështu që janë filma që varet pastaj si i shikon, sa i vlerëson. Është filtri. Po shumë interesante ishte që më thej që në blok ishte një kinema për udhëheqjen që i shifnin të gjithë filmat, edhe ata që pastaj ndaloheshin. Ata po, aty kalonin për të parë filmat. Filmat perëndimor. Do merrnin çek ose jo. Mos harrojnë se domon po ta shikosh historia e saj kohë është sepse deri në vitet 61-62 ne ishim pjesë e kampit socialist. Dhe filmat që dominonin ishin filmat sovjetik. Ne shikonin filma sovjetik. Dhe kishte shumë filma sovjetik, unë kam qenë fëmijë atëherë, që ishin me lufta e lavdishme, me Stalinin, me gjitha këto, dhe të cilët filluan dhe të ndryshojnë mbas vitit 56, kur mbas vdekjes Stalinit është periudha që quhet disgjelo e shkrirjes së akujve, ku dalin filma që nuk janë më me ata heronjt e mëdhej që bënin, po i dalin filma me një realitet shumë më njerëzor brenda tash më kujtohen disa nga këto titujt më vinë dhe s'më vinë mendje që i kemi parë. Dhe pastaj ndërpriten filmat sovjetik. Dhe kur ndërpriten filmat sovjetik, duhet mbushur pak ky boshllëku i kinemas, se kinemaja njerëzit kishin nevojë për kinema, ishin mësuar, ishte ashtu, dhe filluan të vinë filma perëndimor më shumë. Ishin pak më ndryshe nga që ishin ndryshe dhe sigurisht që kishte nevojë për cenzurë, që do të gjejmë. Kështu që cenzura e parë ndoshta ishte ajo në blog ku shkonin këta udhëheqësit, shikonin dhe thonin këti ose këti ishin disa skena, ndoshta se keni parasysh në atë kohë në Shqipëri nuk shikonin dot filma me puthje, s'bëheshin dot filma, puthja ishte gjë. S'kishte skena fare. Ne për kohë të gjatë në shtëpina thonin të lëviz nga dhoma, nëse kishte ndonjë skenë puthje, kjo ishte traumë mbet. Pra. E shikon? Prandaj por në atë kohë domon që nuk do të flas pozitivisht sepse nuk ajo është duhet parë gjitha, kupton?
disa që kishin mundësi të lexonin, të shikonin këto filma se dhe ato jepeshin me një këndvështrim për të goditur botën borgjeze. Ja se ç'bëhet atje. Ja, më kujtohet një film Pagesa e frikës, bërë nga një roman. Shumë i bukur ishte, film anglez. Ishte me ca shofer të cilët bënin transportim të këtyre detonatorëve të shpërfrim dhe atje ku i merrnin dhe atje ku i çonin, se atje ku i çonin ishte një rrugë shumë e tmerrshme dhe se si këta domethënë paguheshin shumë edhe domethënë ai njeriu që për lekun për atë bënte këto rrugë dhe tregon për këto kamionat me 3 shoferë, tash gjithë historia është me 3 shoferë, nga të cilët 2 ikin, vdesin, edhe vetëm njëri arrin ta çojë atë dhe të marrë lekën. Dhe Pagesa e frikës është sepse film shumë i bukur, jam kurioz ta shoh tani, se kam parë që atëherë ky tani nga gëzimi që mori këto lekë dhe që ja doli në atë rrugën që ishte rrugë e shtruar, filloi të ecë me kamionin kështu. Të bëj nga qefi, edhe si dhe më shpreh dhe rëzohet. Dhe nuk e shijoja. Dhe nuk shijon edhe Pagesa e frikës. Domethënë, ajo frika e madhe nga që u çliroi e pagove pastaj në këtë mënyrë. Por që vinte në duke shikon shfrytëzimin që bën njerëzit se sa. Që ti tregonte këtij populli që bota perëndimore nuk shen ka kaq e bukur. Bota perëndimore ka gjithë këto probleme, gjithë këto vuajtje, gjithë këto gjëra. Prandaj në shtëpitë shqiptarëve ruheshin kanoçet se shumë. Dhe kjo ka ndodhur. Po pastaj sigurisht që njerëzit që dinin të lexonin e kuptonin që ose të shikonin shikonin ato që është një realitet, po realiteti jonë ishte një gjë tjetër edhe duhet të kishin çik një instrument për ta parë se vërtet bota nuk është ideale siç e kemi idealizuar ne nëpërmjet reklamave italiane. Italia sot kësaj dite ka probleme. Sigurisht. Por ama ishte një botë fakti që në atë shoqëri kritikohen këto fenomene dhe ka artiste, ka kështu që ajo e ka ndihmuar atë botë, ndërsa tek ne ty të mungonte kjo, ti kishe gjithë heroj pozitiv në Shqipëri. Në filmat tonë përgjithsisht. Filmat tonë nuk ishin kritik e shoqërisë, kjo duhet parë. Atje ka një kritik e cila ndihmon. Tek ne nuk ishte një kritik, po ishte një lëvdim i vazhdueshëm, një mburrje e vazhdueshme. Sepse qëllimi ishte propaganda. Për ndërtuar ja çfarë realiteti ka ndërtuar partia. Po. Bukur. Në këtu fjalia me të cilën, fraza me të cilën ti e mbyll dokumentarin, që ka bërë shumë përshtypje tek të gjithë ata që e kanë parë, se më ka rënë rasti të diskutoj edhe me njerëz të tjerë që mund ta kenë parë, është Shqipëria të cilën unë ëndërroja po vdes bashkë me mua. Mua më duket epitoma, po them. E të gjithë reflektimit që ti bën në atë dokumentar. Po unë dua ta kuptoj pak më mirë këtë, cila Shqipëri po vdes. Edhe di pse ta bëj pyetjen sepse ne jemi ende të rinj, e kupton? E kuptoj. Dhe duam të gjejmë shpresë. Jo detyrimisht tek dokumentari yt, po them tek kjo Shqipëri ku ne jetojmë. Dokumentarin më shumë se sa ajo të jep ta kuptosh Shqipërinë siç e kam parë unë, por më kanë thënë që ai pesimizmi i fundit i ka goditur një pjesë njerëzish. Tani të sqarohemi. Unë mendoj që çdo njeri ka një Shqipëri të vetë, që s'përputhet. Shqipëria ime s'përputhet me Shqipërinë tënde, as me Shqipërinë tënde, apo jo, secili ka një vizion, një përfytyrim në Shqipërisë, reprezentacione e quhen Schopenhaueri. Atë qofse po marrim rast të themi bë një piktur të Shqipërisë si e shikon ti, ose do doja ti do bën ndryshe, do bën ndryshe. Që ka të bëjë me gjithë. Unë them Shqipëria që kam idealizuar, ndërruar unë, po vdes. Ajo Shqipëri. Nuk po them po vdes Shqipëria. Por po vdes ajo Shqipëri. Po konkretisht. Shqipëria e fatosit në ato. Në qoftë se unë kam ndërruar një Tiranë me qendrën historike. Po. Që ruhet.
me gjelbrimin që ruhet, me gjithë shtresëzimet më fali, e kohës, arkitektura, po e them se është më vizuale kjo, osmane, arkitektura, pastaj italiane, pastaj e komunizmit, pastaj tjetra që vjen e ndërtohet diku tjetër, siç janë qytetet. Dhe ku ka një raport të ndërtimit me gjelbërimin e njërin tjetrën, kjo Tiranë nuk kthehet dot më, ka vdekur. Dhe po vdes dita ditës, se për ditë po shkatërrohen gjëra që unë i kam pika referimi. Që është Tirana ime, s'po them Shqipëria ime. Por po e zgjeroj. Po them le të shkojmë në jug. Bile unë kam bërë një libër kur Edi Rama u bë ministër i kulturës. Atëherë 98-ën. 98-ën. Po. Që quhet bashkë me Artan Shkrelin, po. Titullohet Trashëgimia kulturore në rrezik e Shqipërisë. Po. Parathënia një faqe ka bërë Edi Rama. Po. Dhe un kam bërë një udhtim në jug dhe është një reportazh i jugut të Shqipërisë. Po. Ku në një farë mënyre jap vizionin tim se si mund të bëhet ky jugu. Po. Ku restaurohen fshatrat e vjetër historik të Bregdetit, po, por ruhet natyra poshtë. Apo jo, ku hoteleria, nëse mund të themi, i kam dhe idet aty të gjitha. Dhe Edi Rama thot në parathënien e tij është një mrekulli që është ka shpëtuar kjo nga i kapitalizmi i egër që kishte filluar ndërtojë Shqipërinë në vitet 90. Po. Deri, ajo shkatrimet. Tani, ai jug ashtu siç është bërë, për mua ka vdekur. Ose po vdes për ditë. Qartë. Në këtë kuptim, le ta dalim nga ana materiale tek njeriu, tek shoqëria. Okej. Siç thash, unë kam ndërruar një shoqëri të komunikimit, një shoqëri të dialogut që merret me traumën, që një ekonomi që zhvillohet në mënyrë normale, ku me agroturizm, dhe aty bile unë jap edhe shembull aty se si mund të ishte bërë diku te kjo, realisht. Edhe gjithë çka kam shkruar unë ka qenë për ndërtuar një shoqëri të dialogut dhe jo të konfliktit, një tani kjo Shqipëri për mua ka vdekur, bile në një farë kuptimi edhe ikja e njerëzve që vazhdon, është një lloj vdekje e asaj Shqipërisë, se ka menduar Shqipërinë të banuar, të pabanuar kështu në shkretir, nuk e kam menduar Shqipërinë, për shembull, se kjo ana materiale ka shumë rëndësi, që të kuptohemi, nuk e kam menduar që do mlidhen gjithë midis Tiranës dhe Durrësit, kam kërkuar dhe kam shkruar që të ruhet lidhja që kemi me vendbanimet, sepse aty të zhvillojmë agroturizmin, Tropoja, ku di unë, Dugagjini, të zhvillohen rrugët, njerëzit jetojnë dhe aty, në zonat e tyre, në fshatrat e tyre, ku janë afër burimeve materiale, dhe jo të bëhet të mlidhen gjithë këtu, dhe çfarë industrie ka këtu, se metropolet pse janë ndërtuar? Metropolet janë ndërtuar në kohën e kapitalizmit parë, sepse kishte fabrika njëra tjetër. Ku i ke fabrika këtu? Në kohën e Enverolçës kishte gjithë ato fabrika dhe ishte 170.000 banor Tirana. Fabrika e njërën tjetër, uzina traktorëve, uzina Envere, uzina Dinamo, e tjera me radhë. Ku i ke? Pse vinë këta këtu? Për çfarë vinë? Për të pasuruar një grësh njerëzit që përdorin industrinë e ndërtimit si mënyrë pasurime, gjitha këto. Kjo është shkatruar, kjo lloj Shqipërie unë nuk e shoh. Po ikin shqiptarët, do thuash ti, po do rregullohen mbrapa. Shqipëria juaj, edhe Shqipëria që kam gjetur unë, po të më pyesje mua, unë dhe të kisha mundësi, edhe shumë gjëra që bëri komunizmi do t'i kisha dashur kurse si të bëshin nga gjitha anët. Merë. Por ajo ishte mësimi që kishim nxjerr nga ajo kohë, të paktën duhet na kishte bërë që të ndërtonim një Shqipëri tjetër. Atë Shqipërinë që unë e imagjinova, duke u referuar dhe atyre mësimeve, midis tjerave dhe shkatrimit, po themi, që i bërë komunizmi, si fillon historia me ne, prish pazarin e vjetër, për të bërë pallat kulture, gjas me kështu, prish, ku di unë, bashkinë e vjetër, e bëhe kështu, gjitha këto që historia fillon me ne, unë kam qenë kundra kësaj, të paktën ta ngrim historinë që kemi të kaluar aty ku është, dhe të vazhdojmë të bëjmë historinë
kapitull tjetër të librit t'i shkruajmë. Pra, nuk nis me ne kjo. Nëse fillojnë me ne. Në këtë kuptim, unë atë Shqipëri e shoh të ashtu të vdekur. Do që po vdes bashkë me mua, si them, sa të jetoj edhe unë, është metaforë gjithmonë, kuptoni, por në këtë kuptim. Ne shpresojmë që jo. Pa tashi, le ta gjykojmë, ajo që thashun ti se kthen dot më. Okej. Atje atë Shqipërinë që kisha unë në kokë. Po, patjetër. Ti ndoshta nuk e ke fare në kokë, por ta marrim mend sikur ti s'ma kthen dot mua atë. Ajo po vdes bashkë me mua. Ajo që kishe ëndërruar, ajo që kishe vizualizuar. Ashtu që vizualizuar. Dhe këtu të bëj dhe një ashtu korrigjim të vetvetes. Unë nuk jam ai që pretendoj se ashtu si e doja unë dhe duhet të ishte ashtu si e doja unë dhe s'ka tjetër. Po unë kam menduar që mund të jem unë dhe si shumë si unë, që se s'kam këto që thash nuk janë gjëra që kam thënë vetëm unë. Do donin të ishin në rezultanten tek e fundit. Se më thënë, pa biznesmenët do thonë, pa prita se duhet bëjmë dhe trene, duhet bëjmë dhe gjëra moderne, nuk do rrujmë vetëm gjërat e vjetra, si çdo ti Tiranë historike, njërën tjetër. Dhe kjo është legjitime, patjetër. Dhe të paktën rezultantja të ishte diçka tjetër, po jo që diçka e mesme, po themi. Më bësh mua që të them se kam thënë nganjëherë dhe kështu, s'kam arritur të shpëtoj dot asnjë pemë. Është e rëndë kjo të them unë këtë. S'kam arrit të ruaj dot asnjë pemë nga ky barbarizëm në këtë qytet. E them nganjëherë edhe këtë. Ja kjo është. Nuk e di. Ndërkohë duke qenë se jemi në minutat e fundit, do doja të pyesja pak për jetën në Itali. Ju e ndani një pjesë të mirë të jetës tuaj jetën tuaj mes Italisë dhe Shqipërisë. A ishte Italia një vend mikpritës për ju, plotsoi në një lloj forme këtë boshllëkun që ju dha vendi juaj origjinës? Shiko, Italia, unë u lidha me Italinë sepse u lidha me një italiane me të cilën na lindi një fëmijë në 2004, Luna, dhe detyrimisht ajo më detyroi dhe me detyrime familjare që unë të shkoj atë vit të rri në Itali dhe këtu. Asnjëherë nuk kam menduar që të rrije vetëm atje, sepse puna, pasioni, kuptimi i jetës time, amor fati që ishte që t'i jepja kuptim atyre vuajtja atij burgu dhe asaj jete në Shqipëri, ndërsa dhe ajo ka qenë, domethënë, ka mbetur, nuk ma plotëson dot Italia atë, se po të kisha lindur në Itali, dhe të kisha pas fat ndoshta të jep një kuptim jetës si italian, po unë kam lind në Shqipëri dhe dashuria ime për Shqipërinë, për gjithë çfarë më ka ndodhur, është bërë dhe kuptimi im i jetës. Këto libra që kam shkruar janë vuajtja ime që bën dhe kuptimi i jetës time, dhe kjo është lidhet me Shqipërinë. Në këtë kuptim Shqipëria është e pazënësueshme. Pastaj çfarë jep Italia? Italia domon ta zgjeron botën, ma ka zgjeruar botën, kemi realist, në kuptimin e gjërave që mungojnë këtu dhe ti krahason dhe shikon dhe do që këto gjëra mundësisht të ndërtosh dhe në Shqipëri, gjithmonë lidhet dhe me Shqipërinë në një farë kuptimi. Po, përveç të tjerave, Italia është shumë e bukur. Kur them këtë, e them kështu, domethënë, edhe ne e duam si vend shumë. Nuk është problemi një gjë është të duash italianë dhe një gjë është të duash bukurinë, të bukurën. Dostojevski ka thënë e bukura do shpëtoj botën. Ka që rëndësi e bukurisë ndjenjë estetike. Unë edhe kur kam udhëtuar për herë të parë nga Gjermania kthesha nëpër Itali, për Shqipëri, se kisha parë në Italinë. Unë Gjermania që e pastra shumë më duk si kartolinë, si një gjë kështu, ku Italia ishte diçka tjetër, kishte bukurinë, historinë që ka gjitha ato, është një bukuri e rrallë që e gjen dhe se gjen në botë, dhe në këtë kuptim e bukura që thot të shpëtoj botën, që thot Dostojevski, bukuria dhe shpëtoj botën, e merr dhe se merr si vërtet, aty më shumë se kudo e shef në Itali. Për mua, unë jetoj në Itali. Domethënë,
unë një nga arsyet që kam të merr shëmtimin që bëhet në Tiranë gjitha këto është se jetoj dhe në Itali. Është një pasuri që të çlodh, që kur del, shkon, që të çlodh aldila si thon italianët përtej raporteve njerëzore që kemi italianët. Se edhe Italia ka mediokritet sa duash, banalitet sa duash, temperament mesdhetar janë si puna jonë. Ka të mençur edhe budallën dhe atje. Sigurisht ka një elit kulturore veçanërisht goxha të rëndësishme, edhe një histori, ma mos harroni pastaj artin, duke filluar që nga Giotto e me radhë, që shkon nëpër muzeume, është një muzeum i hapur Firenze. Është vërtet një muzeum i hapur. Edhe në këtë aspekt ruhet peizazhi, sidomos në Toskanë ku jetoj unë. Është një nostalgji e madhe, si thonë në Toskanë, thonë është këtu, thotë, siç ka qenë Uçelo kur e ka bërë këtë peizazhin, është po kështu. Uçelo ka jetuar shekuj më parë, dhe ajo s'ka ndryshuar. Për shembull, gjitha këto dhe raportet njerëzore në kuptimin jeta sociale shumë mëson diçka, domethënë jetë sociale, kinemat që folëm neve, shkon shoh filmat në kinema, nuk i shoh televizion, ka teatro, shkon në teatro, njerëzit e kanë sociabilitetin të mbledhen të hanë një darkë së bashku, është shumë e rëndësishme, relacionet njerëzore. Neve jemi prishur dhe relacionet njerzore këtu. Dhe ajo që quajnë italianët il bene relazionale, që një ekonomist italian, është e mira që është nga relacionet. Është si më thënë ajo që se bledhët me para, miqësinë, dashurinë, si bledhët me para. Komshillikun e mirë, gjitha këto. Aty i gjen më të konsoliduara në një nivel tjetër gjithsesi. Mirë, zoti Lubonja, duke qenë se jemi në fund të edhe të këtij episodi dhe me qenë se jemi në muajin e çmimit Nobel, të çmimeve Nobel, të gjitha fushave, edhe letërsisë përfshirë këtu, Librari Leximtari, që është dhe bashkëpunëtor i këtij podcasti, ka dëshirë që t'ju bëj një dhuratë, një libër i cili është përkthyer në shqip së fundmi, libri i Mario Vargas Llosës, Kohë të këqija. Dhe nga Kinotek në Sol kemi dëshirë t'ju bëjmë një dhuratë edhe një bilet çift kinema Cineplex, është bilet pa datë. Me që ju i doni kinemat. Mund të shkosh kur të gjykosh ti se është filmi që do doja të shihje në kinema, tani, më vonë, pas një viti, kur do që tjetë. Faleminderit. Kështu që e kemi kënaqësinë që t'ju bëjmë këto dy dhurata. Faleminderit. Këtu në Kinotek në Sol. Duke ju falenderuar patjetër. Duke ju falenderuar ne ju. Ishit pjesë e Kinotekës edhe në një bisedë që jam e bindur legon vlen për shumë arsye. Absolutisht. Edhe një herë shumë faleminderit që ishit me ne. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Dua të ndat mundësinë të shpreh ca gjëra. Ishte kënaqësi për ne. Mirë, ishte kjo Kinotek në Sol edhe këtë javë. Ne do të shihemi sërish javën tjetër me një tjetër personazh. Deri atëherë mos harroni në Radio Sol 89.0 FM. Kujdes rripin e sigurimit kur na dëgjoni nga radio në makinë, në YouTube, në rrjetet tona sociale dhe në Spotify. Kudo na gjeni, edhe të mërkurën e ardhshme. Ju presim sërish këtu në Kinotekën tonë, në Kinotekën e Kulturës, Librit, Artit, Kinemasit dhe gjithçka tjetër. Deri atëherë ju përshëndesim. Mirupafshim. Pafshim. Kinotekën Sol, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen.